Mirdita, sot do bëj biskota me shije portokalli. Biskota me kos dhe vaj ulliri dhe me portokall. Filloj me mielin. Hedh mielin në një tas. E hap pak. Shtoj vezët. Shtoj lëngun e portokallit, e kulloj njëherë para se ta hedh. Shtoj sheqer. Këtu kam lëkurë portokalli të grirë, një lugë të vogël. Shtoj vanilje. Shtoj dhe baking powder. Pak nga pak shtoj kosin. Shtoj pak kos tjetër. I shtoj pak nga pak duke e mbledh duke shtuar. Dalin biskota shumë të mira për çaj, për kafe. Shtoj vaj ulliri. E mblodhi e punoj me dorë. I shtoj pak miell. Shumë pak miell. Nuk do të vesh forcën punim, nuk ka nevojë.
Na gjithmonë pak duhet. Ky është brumi që duhet të dali. Kaq i but. E mbuloj dhe do të lë për 20 minuta. Brumin po e hap tashti. Pas 20 minutave dhe fillojmë të bëjmë biskotat. Brumi prapë është frysh dhe fishuar, jo si me maja, po kanelën e portokallit. E presim brumin pak. Gjithmonë vajin përpara, nuk I hedh miell ma, nuk përdoret miell, se po hollet miell, atëra e prishe. Dalin të forta. I bëj lloj formave. Kaq të vogla. I bëj forma të ndryshme. Tash po I mbaroj. I kam për forma të ndryshme, mund t'i bëni si të doni juve. Format I gjeni vet. Këtu kam 2 të verdha veze tashti. I hedh pak qumësht dhe I liej. Sobën e kam të vënë tek 180 gradë. Për 20-25 minuta janë të gatshme. Po të doni, hidhni dhe pak susami. Unë I hedh pak, edhe për shije dhe për bukurim I vete. Po ta keni, ja hidhni. Nuk është nevojshme me domosdoshmë ja hidhni, po ta keni. Tash po I fut për pjekje. Për 20 minuta janë gati, 20-25 minuta. Mbas 20-25 minutave, biskotat janë gati. Dalin shumë të buta. Shumë të mira. Vjen një aromë shpia e portokalli. Po të doni, hidhni çik sheqer plur, po të ma shumë nuk mos I hidhni. Unë për etetimi I hedh pak sheqer plur. Kur I nxjerr nga pak sheqer. Dalin shumë të mira, shumë të buta, mbajnë po këtë butësi ditë të tëra. Kaq I hedh. Këto janë biskotat. Ju falenderoj për shikimin, ju falenderoj veçanërisht për komentet që më bëni. Ju uroj ditë të mbarë dhe shëndet.